Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Sonte do të flasim për një çështje shumë të ndeshme, jo vetëm për vendin ton, por edhe për gjithë botën. Lufta kundër korrupsionit dhe përpjekjet për uljen e nivelit të tij. Këtë javë në vendin ton janë organizuar një sër aktivitetesh të rëndësishme në këtë drejtim. Një rol kyç në këtë proces ka pasur Sekretariati i Nismës Rajonale kundër korrupsionit RAI, i cili në bashkëpunim me institucionet përkatëse ka zhvilluar trajnime për detektimin e rreziqeve nga korrupsioni, përforcimin e kapaciteteve institucionale dhe ndërtimin e një kulture të fortë integriteti. Pyetjet kryesore që sonte do t'i trajtojmë lidhen pikërisht me ata se çfarë trajnimesh janë zhvilluar më konkretisht, çfarë synohet të arrihet me të njëjtat, cilat janë sektoret me rrezik më të lartë nga korrupsioni, në çfarë niveli është bashkëpunimi rajonal në luftën kundër korrupsionit, rëndësinë e zbatimit të ligjeve dhe rregullave kundër korrupsionit, ndërtimin e besimit tek institucionet si dhe shkëmbimin e përvojave dhe praktikave rajonale. Për të gjitha këto çështje, përgjigjet më të hollësishme sonte i presim nga drejtori i Sekretariatit të Nismës Rajonale kundër korrupsionit RAI, Albert Hani. Pa humbur kohë, mirëmbrëma, mirë se erdhët dhe faleminderit që pranot ftesën në këtë moment, i themi zotri Albert Hanit. Përshëndetje Gji. Mirë se erdhët. Faleminderit shumë për ftesën. Së ishte kënaqësia jone. Pra, si dhe në çfarë forme aktualisht po luftohet korrupsioni në këtë vend? Korrupsioni është një dukuri shumë e madhe, shumë e vështirë për të luftuar. Normal, nuk mjafton vetëm përkushtimi deklarativ, por duhet edhe guxim i madh për ta luftuar korrupsionin. Kështu që nuk është punë e lehtë, por është një punë shumë e vështirë, e cila nënkupton koordinim, kooperim mes gjithë institucioneve, jo vetëm nacionale, por edhe rajonale. Sipas jush, deri në këto momente që keni hasur edhe që pak më vonë do të bisedojmë, pra si e vlerësoni, si dhe në çfarë forme po luftohet korrupsioni në këtë vend? Është prap do të kisha sekur se është një pyetje shumë e vështirë për mua, meqense se shumë lehtë kam ta them se është forma më e lehtë e implementuar për tani është forma deklarative. Mirë po është momenti i vërtet që të lëvizim nga ai moment i luftës ndaj korrupsionit me deklarata, me dokumente dhe me letra në drejtim të diçka që është më konkrete. A do të thotë kjo se kjo luftë është më shumë në letër se sa në praktik? Realisht, sistemet, procedura dhe format janë të përpulluara shumë mirë gati në gjithë rajonin, mungon vetëm guximi, mungon përkushtimi, po ashtu edhe fokusin në trajtimin e problematikës në raste konkrete. Kjo është një fenomen jo vetëm që i përket shtetit ton, por është fenomen në gjithë rajonin. Ne si RAI jemi të detyruar, si organizat rajonale, jemi të detyruar jo vetëm ta nxisim sistemin politik, po edhe për si të sisteme politike në gjithë rajonin e Europës juglindore, por edhe t'ja bartim, t'ja shtojmë peshën për përgjegjësinë nga korrupsioni, t'ja tregojmë po ashtu edhe mangësit ose dëmet cilët i shkakton korrupsioni në shoqërinë tonë. Cilat janë sektoret më të ndjeshëm ndaj korrupsionit në këtë vend? Më lejo Regje, përpara se të flas për sektoret më të ndjeshëm, të shpjegoj pak për audiencën pse këtu jam në rolin e drejtorit të iniciativës rajonale kundër korrupsionit. Është iniciativë e cila tani po i feston 25 vite që nga themelimi. Jemi organizatë e cila u themelua në kuadër të paktit për stabilitet dhe që 25 vite jemi duke luftuar korrupsionin. Lufta jonë nënkupton edhe përkrahje të gjithë shteteve të cilët na përkrahin, shtetet të cilët me të drejtë e kanë themeluar këtë organizatë. 8 antar jeni apo 9? 9 antar, 9 shtetet të Europës juglindore janë themelues të organizatës RAI dhe aktualisht Bartni përvojat, më falë që ndërpres, Bartni përvojat rajonale në luftën kundër në vendin tonë, në luftën kundër korrupsionit. Bartni përvojat, por më tepër edhe mundësojmë shkëmbim të njohurive, shkatësive dhe aftësive, por edhe veglave konkrete për luftën ndaj korrupsionit. Ne ndihmojmë institucioneve të ndryshme që ti qasin sa me konstruktivitet fenomenit që të gjithë e dim se na dëmton. Kur e përmendët pyetjen e sensibilitetit ose ndjeshmërisë të sektorëve, kjo është një pyetje shumë e ndërlikuar, meqense flasim për sistem i cili nënkupton se identifikimin e sektorëve vulnerabël ose të ndjeshëm në korrupsion. Normalisht ne të gjithë këta mund t'i flasim në përditshmëri, mirë po me metodologji të ndryshme, me pyetësor, po edhe me udhëheqës
ndërheqës të ndryshëm. RAI i mundson shteteve të ndryshme të identifikojnë sektorët më të ndjeshëm dhe të qasen në identifikimin e riskeve për korupcion, po edhe në eliminimin e tyre. Këtë javë e keni cekur, mjedisin jetësor dhe, nëse nuk jam gabim, siguria. Sakt. Kësa jave këtu kemi ardhur në Shkup të organizojmë një trajnim për sektorin e mjedisit jetësor, po edhe sektorin e sigurisë. Kur flasim për sektorin e sigurisë dhe mjedisit jetësor, si sektor që janë të identifikuar të ndjeshëm. A janë këto dy sektor më të themi të ndjeshëm ndaj korrupsionit apo jo? Nuk janë vetëm ata dy sektor më të ndjeshëm, ka e sektor tjerë. Ka, për shembull, ne përpara kemi punuar po ashtu me sektorin e arsimit, edukimit, po ashtu edhe me sektorin e kulturës. Ka shumë sektor të cilët identifikohen si të ndjeshëm dhe ata vinë si rezultati feedbackut ose informatave të cilët i marrim ne vetë nga aktorët me të cilët bashkëpunojmë. Këta janë kryesisht ministritë e institucionet e ndryshme. Ndërsa kur flasim për vlerësimin e riskeve nga korrupcioni, këta janë vegla të cilët ne i ofrojmë ministrive dhe institucioneve të ndryshme të vendosin sisteme të cilët paraprakisht alarmojnë potencialin për pasjen ose mos pasjen e rreziqeve ndaj korrupsionit, po do ta kisha theksuar këtu edhe një element tjetër, elementin e vlerësimit të rrezikeve nga korrupsioni në pjesën e legjislaturës ose analizën e ligjeve për potencialin për të prodhuar tani 5 sektor me numëroni cilat janë më të ndjeshëm ndaj korrupsionit, një nga një. Po, ata 4 veç më i kemi identifikuar si më të rëndësishëm, siguria, dhe më thënë mjedisi jetësor, për ndryshe është një ndër sektorët, po ashtu të shumë të jo vetëm të ndjeshëm, po edhe më pak të rregulluar në aspekt të definimit të detyrave, definimit të proceseve, procedurave, për të cilin për shembull për marrjen e lejeve për ndërtim, për ndërtimin e hidrocentraleve, për pyltari etj. Pse këto janë më të rrezikuar, zot Rehani? Sepse nuk janë definuar mirë. Në moment kur keni sisteme dhe procedurat të cilët janë të zbehta, të turbullta, nuk janë të qarta, ku ndeshen edhe ingerencat e inspektorateve të ndryshme, këta krijojnë një mundësi për keq përdorim ose shpërdorim të detyrave, po ashtu normal prodhojnë edhe riskje për korrupcion. Mirë, por nuk është vetëm ky sektor, flasim edhe për sektorin e sigurisë që është po ashtu sektorin i ndjeshëm. Do të kisha cekur këtu se kemi fatin që jemi pjesë e institucioneve të shteteve dhe në këtë mënyrë qasjen ndaj institucioneve dhe ofrimin e veglave të ndryshme për identifikimin e korrupsionit është më serioze dhe me shpresa se më e lehtë edhe për të zbatuar në qoftë se ka vullnet dhe hapësirë, më vonë do flasim për këtë. Por gjithmonë kur flasim për korrupsionin, zot Rehani, a ekziston, a ka emra që të gjithë ne e dim ose që të gjithë e dim se por askush nuk guxon ti prek dhe ti përmend kur bëhet fjalë për korrupsionin dhe nëse po, si të ndryshohet kjo situatë? Për emra konkret normal nuk mund të flas, po për momentin që duhet të ndryshohet, ne njerëzit së pari duhet ta kuptojmë se ky moment duhet të ndryshohet, atë që e thatë edhe ju. Jo vetëm që është direktiv edhe urdhër i Unionit Evropian që të qasemi më me seriozitet në trajtimin e çështjeve me korrupsion dhe të jemi më konkret, por kjo duhet të jetë një vullnet, një përkushtim i jon që ne të identifikojmë jo vetëm emrat, por edhe institucionet të cilët janë të korruptuar dhe po e dëmtojnë shoqërinë. Unioni Evropian, hapërimi drejt procesit të eurointegrimeve nënkupton përkushtueshmëri dhe guxim të madh të gjithë institucioneve për eliminimin e korrupsionit. Bara kryesore i bie në përgjegjësitë e funksioneve në për ministritë e ndryshme, drejtorët, liderët etj. Apo për rezultate lufta institucionale aktuale kundër korrupsionit, apo ndoshta mendoni se duhet një goditje, të themi, edhe më të fuqishme penale për të ulur korrupsionin? Shumë bukur e cektuar e cekët nuk është vetëm goditja penale,
ndëshkimi i aktorëve, flasim për definim të po ashtu të sistemeve dhe procedurave, flasim për një liri politike, flasim për një pavarësi ekonomike dhe politike të institucioneve që dojtë të miren me antikorupcionin. Në qoftë se ju keni institucione të cilët janë të ngulfatur nga politika, po edhe nga intereset private, po edhe keni gjyqësi e cila nuk sjell vendime ose nuk sjell vendime konkrete për të zgjedhur korrupsionet, atëherë flasim për momentet të cilët duhet trajtuar me seriozitet. Mu për këtë i organizojmë trajnimet për vlerësimin e rrezikeve nga korrupsioni dhe jemi duke edukuar jo vetëm policinë ose sektorin e sigurisë, por edhe gjykatësit, prokurorët, të gjithë institucionet që kanë të bëjnë me trajtimin e këtij mekanizmi për të identifikuar korrupsionin. Dhe për fund, kur jemi duke biseduar për këto trajnime, çfarë përfiton më konkretisht vendi nga bashkëpunimi me RAI-n, me institucionin cilin ju e drejtoni, dhe si mendoni se do të përdoren praktikat më të mira rajonale në vendin tonë? Flasim për një kulturë e cila shumë rënd qërenoset në shoqërinë tonë. Flasim për një kulturë e cila në rrit me mendimin se ne gjithë thomi, le të bëhet funksionar, le të fitoj diçka, por le të lërë dhe ca fëthërime për popullin. Ky është një mentalitet shumë i rrezikshëm i cili duhet të zhduket jo vetëm te ne, por edhe në gjithë rajonin e Europës juglindore. Flasim për një fenomen i cili nuk është i mjaftueshëm vetëm ta nxjerrni në pa se ekziston dhe ta bëni të ditur për gjithë popullatën, por duhet të jepet një përgjegjësi e madhe institucioneve, shtetit, liderëve që të krijojnë sisteme, procedura të tilla që thjesht korrupsionin ta bëjnë shumë më të vështirë, ta bëjnë shumë më të pa dëshirueshëm dhe shumë më të pa shpërblyer. Ky është një sistem i cili kërkon kohë. Ne jemi të interesuar që sa më tepër të trajtojnë raste konkrete nga të gjithë institucionet, të shërbejnë ato raste edhe për shembull, po edhe të na ndihmojnë të hapërojmë sa më shpejt në Unionin Evropian. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hapësisht për gjitha këto. Urdhoni. Të nderuar shikues, jemi me pjesën e dytë të intervistës 1+1, përballë me është Zot Rehani, drejtori i nismës rajonale kundër korrupsionit, dhe në këtë drejtim më konkretisht të shpjegojmë tani çfarë lloj trajnimesh konkretisht organizohet këtë javë, në sa institucione dhe sa të punësuar u përfshirën në këto trajnime dhe normalisht pse po bëhen këto trajnime. Po, këta trajnime ishin trajnimet të cilët i kemi implementuar në bashkëpunim me UNODC-n, me Selin Vjenë, po ashtu me përkrahje nga qeveria austriake, e cila po tregohet si një lider në rajonin e Europës juglindore në përkrahjen e të gjithë forcave që kanë dëshirë ta luftojnë korrupsionin. Ne si RAI ose si iniciativë rajonale kundër korrupsionit kemi fatin që të bashkëpunojmë me Austrinë, po edhe me shtetet e tjera të cilët i përkrahin këto projekte. Kësaj jave kemi ardhur këtu në Shkup ta trajtojmë temën e vlerësimit të rrezikeve nga korrupsioni, po ashtu edhe vlerësimi i rrezikeve nga korrupsioni në sferën e legjislacionit. Dhe fokusin e keni venduar, nëse nuk jam gabim kësaj radhe, në mjedisin jetësor dhe sigurinë. Pse vendoset kësaj radhe të vendosi fokusin në këto dy sektor, dhe a flasim konkretisht në nivel administrativ, atë që e përmendet dhe pak më herët në lidhje me korrupsionin, apo për rreziqe që ndikojnë në sigurinë kombëtare, apo në pengimin e reformave drejt BE Zot Rehani, cilat janë rreziqet më të mëdha nga korrupsioni në këto dy sektore që ju kësaj radhe keni vendosur të bëni trajnimet? Po, trajnimi për vlerësimin e rrezikeve nga korrupsioni kryesisht nuk është vetëm trajnim që implementojmë në këtë shtet, në Maqedoninë e Veriut, por edhe kemi implementuar edhe në shtetet tjera të Evropës juglindore. Ky është trajnimi i tretë të cilën e implementojmë dhe unë me dëshirë të madhe si drejtori i cili vjen nga ky shtet e organizon këtë trajnim. Normal nuk duhet të shihet këta lloj trajnime nuk duhet të shihen si trajnime të cilët synojnë të joshin institucione ndërkombëtare
qoftë ato të Unionit Evropian ose ato që miren me temën e antikorrupsionit, dhe kjo të jetë vetëm si një pjesë deklarative. Shumë sinqerisht ju pyes, më fal që ndërpres, a janë këto aktivitete reale apo më shumë formale në raport vendi me drejt BE-s, apo kanë të bëjnë me luftën reale kundër korrupsionit e që ju jeni të sigurt se do zbatojnë këto praktika që ju tani po i bartni në këtë vend? Kjo është vetëm një vegël të cilën ne e ofrojmë, ja japim si njohuri, dituri, shkallësi shteteve me të cilët bashkëpunojmë. Po ka edhe vegla tjera të cilët ne i përdorim dhe ja ofrojmë shteteve. Ato janë? Për shembull, do të kisha cekur këtu për marrëveshjen multilaterale për shpërndarjen e të dhënave për prona. Marrëveshje e cila për momentin është nënshkruar nga Malizi, Maqedonia e Veriut, Serbia dhe Moldavia. Normal detyra ime si drejtori i RAI është po ashtu të loboj që edhe shtetet tjera ta nënshkruan. Kjo nënkupton konkretisht për shembull nëse ju vini në pozitë që të analizoni ndonjë pozitë të ndonjë funksioneri, do të keni mundësi nesër ose që sot keni mundësi që të kontrolloni pronën ose në situatën e bankare, transakcionet e personit e cila merr pozitën. Këta janë sisteme të cilët ekzistojnë jo vetëm për ta identifikuar potencialet për korrupsion, po edhe të cilët mundsojnë që në të ardhmen, në qoftë se ndodh diçka, të ketë mundësi që këto prona të mund të konfiskohen. Kur flisni për detektimin e rreziqeve, do të thotë kjo si institucionet tona shumë sinqerisht ju pyesin, nuk e din apo nuk e kanë identifikuar akoma pikat më të dobta, sektorët më të dobët nga korrupsioni apo jo? Vlerësimi i sektorëve më të ndjeshëm vjen si informat kryesisht nga institucionet me të cilët ne bashkëpunojmë. Është një proces me të cilin ne i ftojmë institucionet e ndryshme të hapin informata rreth asaj se cilët i sektor mund të jenë më të ndjeshëm. Këta janë sektor të identifikuar të ndjeshëm jo vetëm te ne, por në të gjithë rajonin. Mirë po nuk do të thotë se janë sektor të vetëm. Ne jemi të interesuar që të punojmë edhe në drejtime tjera, të identifikojmë sektor tjera të cilët mund të ndihmojnë shtetit. Janë vegla konkrete të cilët thjesht do të rregullojnë një institucion. Përveç veglave, a keni të themi kompetenca, a keni identifikuar sa raste konkrete ka në këtë vend ku korrupsioni ka penguar reforma kyçe të vendit tonë? Korrupsioni është kushti kryesor drejt integrimeve europiane. Unioni Europian konstaton në raportin e fundit. Jo vetëm që konstaton në raportin e fundit saktë e përmend edhe marrëveshjen multilaterale për shpërndarjen e të dhënave, Unioni Europian para një muaji diçka solli edhe direktivën me të cilën e ndëshkon korrupsionin dhe i jep drejtime shteteve se si ta trajtojnë korrupsionin. Unioni Europian saktë thot me qartësi i tregon institucioneve, i tregon shteteve të cilët kanë aspirata për Unionin Europian se nuk mjafton që vetëm në mënyrë deklarative të trajtohet korrupsioni, por kanë nevojë për raste konkrete. Rastet konkrete tani nuk janë aq lehtë për t'i procesuar, normal, kërkon më tepër guxim. Identifikuar. Ne nuk e kemi atë mandat. Ka kompetenca RAI. Jo, RAI nuk e ka atë kompetencë për të identifikuar rastet konkrete, ato që dim normal është se ka shumë raste në rajonin e Ballkanit Perëndimor, të cilët janë trajtuar dhe shumë nga funksionarët e ndryshëm kanë mbaruar sot edhe nëpër burgje. Mirë, po këta janë raste me të cilët me të vërtet kërkohen si kusht tani para se të përmbyllen kapitull 23-24 i Unionit Evropian këtë për negociatat. Dhe sa funksionale dhe efikase janë mekanizmat ekzistuese nga 1 deri te 5 të themi, dhe cilat janë boshllëqet kryesore që ju e detektoni në legjislacionin ton apo në zbatimin e këtë që besoj se në këto vazhdon ose sërën e aktiviteteve këtë javë i keni theksuar dhe i keni treguar përfaqësuesve të institucioneve tona. Ne kemi pas fatin që bashkëpunojmë dhe kemi qasje të mirë me institucionet. Në këtë trajnim konkret, për shembull, kemi thirrë ekspertë të ndryshëm nga institucionet e ndryshme, nëse flasim për shembull për mjedisin jetësor, kemi ftuar të gjithë personat të cilët i kanë ingerencat ose detyrimet në kësuazat e punës që bëjnë, inspektoratet e ndryshme, ta trajtojnë këtë temën e korrupsionit. Kjo është një
Ju duke u thirrur në analizat të dhënat e Eurojust, thatë 2 ditë më herët se krimi ekologjik, më përmisoni nëse nuk jam gabim, është më i përhapuri, thatë ju në deklaratën, më i përhapuri, më pak i ndjekur penalisht. Sakt. Edhe më i pasuri. Dhe më i pasuri. Po. Tani, çka do të thotë në raport me vendin tonë? Në rastet të tilla, aktualisht nuk jemi. Sakt, po mirë po do të thotë se ne duhet i rregullojmë sistemet, procedurat e cilët i definojnë detyrat, përgjegjësitë të institucioneve dhe të personave të cilët mirën me, për shembull, dhënien e lejeve për ndërtim, me pylltarinë, që është një problem shumë i madh në nivel rajonal. Prerja e druve është masive në rajon, ilegaliteti ose shitja e druve në rajon është ndodh me kanale ilegale, ndonjëherë edhe me presion, edhe me përkrahje edhe politike. Nuk flas vetëm për shtet, flasim për përgjithësi. Kur flasim për mjedisin jetësor, me të vërtet flasim për një sektor i cili është më i pasuri dhe më i pa i rregulluari dhe më i turbullt, i cili mund të përdoret ose keq përdoret nga ato të cilët kanë dëshirë ta korruptojnë këtë sistem. Po në sektorin e sigurisë? Në sektorin e sigurisë po ashtu flitet për të njëjtën gjë. Mund të flitet për më pak vlerë ekonomike, po kryesisht mund të flasim meqense korrupsioni nuk do të thotë vetëm mitbërja ose mitdhënia. Korrupsion do të thotë edhe nepotizmi. Korrupsion do të thotë edhe mostrajtimi i çështjeve të cilët kanë të bëjnë me marrjen e pronës shtetërore. Korrupsioni do të thonë është një është lëmie e gjerë dhe korrupsioni nuk do të thotë se vetëm për korrupsion duhen 2 palë, apo? Sakt. Dhe në çfarë synoni të arrini me bashkëpunimin me Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit? Komisioni shtetëror për parandalimin e korrupsionit është një ndër aktorët me të cilët ne bashkëpunojmë më tepër, i përkushtojmë vëmendjen në ngritjen e kapaciteteve të atij institucioni, por edhe rrjetësimin ose vendosjen e kontakteve të ndryshme me atë institucion me institucione të ngjashme në rajon, por edhe kyçjen e këtij institucioni në platformat e ndryshme ndërkombëtare, në të cilët po ashtu ka në raj qasje. Dhe cilat janë sfidat kryesore me të cilat ata ju thanë se po ballafaqohen në KSHPK-n? Agjencionet që luftojnë korrupsionin ose institucionet që luftojnë korrupsionin në përgjithësi në rajonin e Europës Juglindore ballafaqohen kryesisht me një, do të kisha thënë, pavarësi ekonomike, më të mospasje të pavarësisë ekonomike, por edhe ndikim politik. Pa me pas pavarësi ekonomike dhe pa eliminuar ndikimin politik në institucionet e ngjashme, nuk do të ketë mundësi të priten rezultate shumë konkrete. Po në çfarë forme ju më konkretisht RAI do ta mbështes KSHPK-n në të ardhmen? Ngritjen e kapaciteteve, po ashtu edhe pse jo, edhe sigurimin e financave nga institucionet e ndryshme, të cilën kanë dëshirë ta ndihmojnë këtë institucione dhe institucionet e ngjashme të zhvillohen dhe të punojnë në mënyrë sa më të pavarur në shtet. Çfarë praktikë është mira nga rajoni pritet të zbatohen në vend? Keni projekte të cilat keni përpiluar ndoshta në të ardhmen me këto institucione? Po, kemi projekte të ndryshme, projekti për whistleblowers, tash shqip s'më kujtohet fjala, po projekt me të cilin e kemi nxitur administratën publike, po edhe jo vetëm në sektorin publik, po edhe në sektorin privat të nxjerrin në sipërfaqe informata të cilët kanë të bëjnë me korrupsionin. Është një moment i cili kërkon guxim, nga se korrupsioni nuk është moment i cili nuk nënkupton sprovë. Sprova për korrupsion do të ekzistojë ku edhe të shkoj një person. Mirë po na mbetet ne të kemi guxim ta luftojmë korrupsionin në mënyrë sa më të mirëfillt, ta kuptojmë se duke luftuar korrupsionin ne i ndihmojmë jo vetëm shoqërisë, po i ndihmojmë edhe vetes. Këto projekte që i paralajmëroni për kur, parafasisht për sa afat kohor pritet të zbatohen?
Organizator është Raja, po? Po, sakt. Ky projekt që konkretisht jemi duke përpiluar tani për vlerësimin e riskjeve nga korupcioni do zgjas edhe 1 vit e gjysmë, por me shpresa se do të vazhdojmë edhe në temat e ndryshme, posaçërisht në temat e larjes së parave, punë, analizën e transaksioneve financiare dhe mundësitë për korupcion. Tani, Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, kur ishte edhe ngjarje së trajnimit që e bët ju, tha se planifikon deri në këtë muaj të miratojë një strategji e re për luftën kundër korrupsionit. Pra, çfarë prisni konkretisht nga kjo strategji, duke pasur parasysh se më parë kemi pasur dokumente të ngjashme në lidhje strategjike në lidhje me luftën kundër korrupsionit, dhe për që e dim se ku kanë arritur ato dhe sa zbaton. Çfarë prisni ju nga kjo strategji? RAI i ndihmon të gjitha agjencioneve, po edhe shteteve, me qenë se jo vetëm agjencioni për luftën kundër korrupsionit ka strategji dhe plan aksionar, po ashtu edhe shteti si i tillë ka strategji për antikorrupsion. Ne jemi institucion i cili ndihmon shteteve të ndryshme në rajonin e Europës Lindore të përpilojnë ato strategji dhe ato pikërisht për këtë, çfarë duhet të dallojë kjo strategji nga strategjia e mëparshme? Sa më konkret të jetë, aq më mirë. Sa më përkrahur financiarisht, aq më mirë. Sa më e liruar nga politika, aq më mirë. Ajo është po sigurisht dhe zbatimi efikas dhe rezultate më të mira. Sakt. Sa më të mirë, normal. Të ketë raste sa më konkrete dhe të përmbyllura sa më shpejt. Përveç kësaj ju patët normalisht edhe takime dhe me përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nga gjitha këto takime që zhvillohet këtë javë, besoj se sonte po niseni drejt Sarajef dhe ktheheni te institucioni ose ku jeni vendosur. Pra, shumë sinqerisht, a vëre një sinjale që tregojnë gatishmëri dhe vullnet të mjaftueshëm politik për të luftuar korrupsionin vis-a-vis vërejtjet, këshillat, përvojat që ju po e ofroni këtu, apo mbetet më shumë retorik? Shpresoj të mos jetë retorik, detyra ime është ta imponoj temën e luftës kundër korrupsionit në prioritetin numër 1 jo vetëm në shtetin ton, po në të gjithë rajonin, po edhe në të gjithë Europën. Detyra ime është ta kuptojnë politikanët dhe të gjithë udhëheqësit se prioritet tjetër nuk guxon të kemi kur flasim për qeverisje të mirë, atëherë direkt flasim për luftën ndaj korrupsionit. Kur flasim për besimin e qytetarëve ndaj institucioneve, flasim për integritetin e institucioneve, flasim për një kulturë e cila duhet të krijohet sa më shpejt, aq më mirë. Flasim për vlerat të cilët duhet të trajtohen ashtu siç trajtohet edhe një religjon. Nëse sot ju pyes dhe bëni analiza dhe duhet të alarmoni cili sektor ose cilat institucionet, cili sektor do të konsideroj më kritik në lidhje me korrupsion? Unë prapë kisha marrë mjedisin jetësor. Është më pak i definuar, është më pak i rregulluar në aspektit legjislativ. Në aspekt legjislature, por edhe në aspekt gjithë procedurave, ligjeve, udhëzimeve për përdorim të resurseve natyrale. Ky nuk është, prapë do të theksoj, nuk është fenomen vetëm te ne, është fenomen mbar botën. Dhe jo rastësisht i pari mbyllet dhe i fundi mbyllet në kapitujt e bisedimeve me Bashkimin Evropian, kapitulli ekologjik. Sakt. Të ekologjisë. Sakt, flasim për një sektor i cili është shumë i pasur, vështirë edhe voluminoz. Shumë voluminoz dhe i jep shumë mundësi njerëzve që nuk kanë guximin ta sfidojnë atë sprov, ta marrin guximin edhe të korrupsionit. Pra nuk ka nevojë fare të pyes kush po e fitojmë apo po e humbasim betejën kundër korrupsionit. Lufta do të vazhdoj, korrupsioni nuk është fenomen shumë i letësh, një sëmundje shumë e keqe, por lufta do të vazhdoj ashtu siç është në gjithë. A mendoni zotri Hani se kur ishim duke folur tani pak më parë në lidhje me strategjinë e re, cila do të miratohet nga KSHPK-ja, a mendoni se duhet të ketë matje të rezultateve me indikator të qartë apo do të bën vetëm raportim formal në këtë aspekt, do t'i vendos theks zbatimi i strategjisë së re të KSHPK-s? Ka ardhur koha që të jemi më konkret. Ka ardhur koha që t'i evitojmë momentet ku do të krijojmë fjalime dhe letra interesante të cilët do t'i joshin ndërkombëtarët ose institucionet të cilët kanë dëshirë ta shikojnë këtë vend ose këtë rajon në pozitë më të mirë. Ka ardhur koha të jemi më konkret edhe t'i ndëshkojmë personat të cilët guxojnë ta korruptojnë të gjithë shtetin. Tani, a është Maqedonia e Veriut më mirë apo më keq
nëse vendet e rajonit në luftën kundër korrupsionit? Unë do të kisha thënë se gati të gjithë shtetet në Europën juglindore ndodhen në të njëjtën pozitë, me të njëjtat ballafaqohen gati me të njëjtat sfida, dikundi ka do modele ose vegla të cilët mund të funksionojnë më mirë, dikundi mundet edhe në aspekti integritetit dhe korrupsionit trajtohet nga këndri i digitalizimit. Janë ide të shumta në rajon nga të cilët ne të gjithë mund të mësojmë. Kjo është edhe detyra jonë si organizatë rajonale të mundësojmë një platformë e cila mund të mundësoj institucioneve të ndryshme të mësojnë njëri nga tjetri, nga këto vegla që ekzistojnë. Pikërisht. Nga përvoja juaj deri tani, cili model është më i suksesshëm në rajon e që mund të kopjojmë dhe të zbajtojmë në vend? Minjër si në pyetje, do doja t'ju pyes se a mund spaku të mbetet modeli i suksesshëm për të zbatuar edhe tek ne? Me vërtet nuk do të kishte qenë mirë nga mua të theksoj një model të suksesshëm të ndonjë shteti, por model për shembull si marrëveshja multilaterale për shpërndarjen ose dhënien e të dhënave për prona është një model i cili mund të krijojë shumë drejtime të mira në bashkëpunimin kundër korrupsionit. Bashkëpunimi rajonal është i patjetërsueshëm në këtë aspekt, nga se krijon një farlloj lirie, por edhe mundësie që ju ta trajtoni një problem specifik në vendin tuaj duke u referuar në eksperienca rajonale. Tani, a mund na jepni një mesazh të drejtë për qytetarët që kanë humbur, të themi, besimin tek institucionet tona në luftën kundër korrupsionit? Cili do të ishte ai? Mesazhi kryesor do të ishte që atë që thash edhe që në fillim, që të ndalojmë mentalitetin e të thënurit le të bëhet funksioner, le të merr diçka, por le të marr, por edhe le të lërë diçka për popullatën. Mjaft ishte me këtë mentalitet i cili i lejon edhe ja jep guximin funksionarëve të ndryshëm, po edhe atyre që kanë pozita të ndryshme ku mund të ndikojnë, ti keq përdorin dhe të korruptohen. Mjaft ishte më me atë logjik, le të marrin, po edhe le të lënë ca për ne. Zotri Hani, unë kaq pyetje pata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk i kemi trajtuar, udhëroni minutat në vazhdim janë për ju. Faleminderit shumë, Recep, jeni shumë gazetar i mirë, faleminderit për trajtimin e temës, është më një temë serioze, është temë shumë e ndjeshme, është temë nga e cila pritet shumë, e kuptoj se edhe ju si gazetar, po edhe popullata pret shumë informata më konkrete, por ta keni parasysh se ka njerëz, ka institucione të cilët jo vetëm që kanë ekspertizë, por kanë edhe guximin, edhe njohurit për ta luftuar korrupsionin në gjithë rajonin. Duhet t'i besohet atyre personave dhe atyre institucioneve, t'u jepet mundësia ekonomike, pavarësia ekonomike, por edhe politike të ketë më tepër ndikim. Faleminderit Zotri Hani për këto vlerësime të mira. Faleminderit që ishit pjesë në intervistën 1+1. Faleminderit shumë. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që përgatita për sonte. Faleminderit që na ndoqët dhe bashkë miru pafshim premten e ardhshme.